emër të kombit shqiptar, Livia formuloi 3 kërkesa themelore: njohjen e kombit shqiptar si njerëz pandar, ruajtjen e paprekshmërisë dhe tërësisë së trojeve kombëtare dhe krijimin e ushtrisë shqiptare, bashkimin e tokave të Shqipërisë në një njësi të vetme me administratë, gjuhë shqipe e kryeqendrën e vet, Livia shqiptare e Prizrenit, e cila mori në dorë drejtimin e gjithë lëvizjes, ushtri organizativisht në të gjithë Shqipërinë. Tre ditë pas lidhjes shqiptare, në 13 qershor 1878, u mblodh Kongresi i Berlinit. Kush ishin? Çfarë përfaqësonin delegatët e Berlinit? Kancelari Bismarck, presidenti i Kongresit, përfaqësuesi i shtetit gjerman, që pak vjet më parë rrëmbeu Francës Alsace-Lorraine. Ponti Andrashi, ministri i punëve të jashtme të Austro-Hungarisë. Ai nuk është indiferent ndaj punimeve të Kongresit. Perandoria ka synimet e saj në Ballkan. Lordi Beaconsfield, kryeministri anglis. Ishujt e mesdheut kanë qenë gjithmonë dëshira e Britanisë. Princi Gorchakov, përfaqësuesi i Rusisë, po ta lejojnë, ka dëshirë të slavizojë tërë Ballkanin dhe të dalë në Adriatik. Waddington, përfaqësuesi i Republikës Franceze, fuqizimin e mbretërisë greke e përkrahasi kundërpesh të influencës austriake në Ballkan. Conti Corti, përfaqësuesi i shtetit të ri italian. Ai është i rezervuar në kërkesat e veta. Është ende shpejt që fjala e Italisë të dëgjohet. Përfaqësuesit e perandorisë otomane, Mehmet Ali Pashmanjari, Kara Theodori Pasha e Sadullah Pasha. Ata mbajnë syt nga fuqitë perëndimore. Këta ishin interpretuesit e koncertit europian që u mblodh në Berlin për problemet e krizës lindore. Në memorandumin e dërguar nga patriotët shqiptar thuhet: Shqipëria nuk mund të përfaqësohet nga qeveria otomane. Shqiptari qofti krishter apo musliman e urren pushtetin osman, po aq sa urren çdo pushtues tjetër. Ne s'duam të jemi vetë se shqiptar. Livia priste vendimet e Kongresit. Në Berlin u nënshkrua krimi historik kundër Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Kongresi i Berlinit mohoi ekzistencën e Shqipërisë për të kënaqur orrekset e qarqeve shoviniste të Ballkanit. Puna e juaj me traktatin e Berlinit këtu mbaron. Puna e jonë si shqiptar nga kjo ditë fillon. Në udhëheqjen e Livies, për të kundërshtuar vendimet e Berlinit, u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. Gjakova, Shkodra, Peja, Vuqiterni, Gilani, Gjirokastra, Mitrovica, Korça, Janina, Tetova, Dibra. Sultani e bënte veshin të shurdhër përpara kërkesave të shqiptarëve. Stambolli, për të bindur shqiptarët të dorëzojnë plavën dhe kucin, çon si emisar të lartë në Shqipëri Mehmet Ali Pashmanjari. Në xhamin e Prizrenit ku u bë takimi, emisari i lartë turk u prit ftohtë nga shqiptarët. Ngjarjet rrokullisen me shpejtësi.
Të shtënat e Ramadan Zaskocit mbi telegrafistin e pashait turk u bën preludi për leshjeve biganet shqiptarëve me perandorinë. Ato qenë sfida e parë ndaj vendimeve të Berlinit. Edhe Gjakova e priti ftohtë Mehmet Ali Pash Manxharin. Në takimin e organizuar në kullën e Abdullah Pash Drenit me marshallin turk, merrnin pjesë Ahmet Koronica, Ali Pash Kucia, Sulejman Bokshi dhe udhëheqës të tjerë të lidhjes. Ahmet Koronica e përplasin fytyrë pashait turk. Jo ti, edhe sikur sultani vetë në ardhë këtu, na nuk jemi të ujtërzu tokat që në kanë lënë amanet së gjyshit tanë. $3.500 kryengritës u odhën në luftë kundër fortës së lartë. Në 28 gusht 1878, kryengritësit vranë Mehmet Ali Pash Manxharin, që erdhi për t'i detyruar të lëshojnë plavën e Kucin malit të zi. Me pushk e me penë për autonominë e Shqipërisë. Në gazetën Tergjymen Sharq që botohej nga Sami Frashëri, Komiteti Qendror formuloi projektin e autonomisë. Qëllimi i portës për t'i dhënë lidhjes një karakter thjesht musliman dështoi. Lidhja donte autonominë, hapi i parë drejt pavarësisë. Stambulli e shtëtetë. Abdyl Frashëri përshkoi tërë Shqipërinë për të marrë mandatin e gjithë popullit shqiptar. Libia do të dërgonte një delegacion në Stamboll për të paraqitur memorandumin për autonomi. Stambolli përsëri heshti. Në pranverën e vitit 1879, Libia dërgoi një delegacion të kryesuar nga Abdyl Frashëri në 5 kryeqytetet e fuqive të mëdha. Zëri që mbriti në Evropë për të denoncuar padrejtësitë i bëri të qartë gjithë opinionit publik se shqiptarët përbëjnë një kombë vehte të formuar plotësisht, që ka një histori të lashtë, gjuhën e kulturën e tij, që ka dhënë kontributin e vetë në qytetërimin evropian. Duke e vënë re rezistencën e shqiptarëve, Mali i Zi po nxitonte të merrte me forcën e armëve dhuratat e Kongresit Berlinit të shkullura nga trualli i tjetër kujt, plavën dhe Kucin. Mbrojtje të plavës dhe Kucis u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. U mblodhen 9.000 vullnetarë nga Shkodra, Prizreni, Gjakova, Peja e të tjerë. Dërgon marshal Muhtar Pashën për të mbushur shqiptarëve mendjen të lëshojnë tokat e caktuara nga Kongresi i Berlinit. Pa gjak, nuk i lëshojmë trojet tona. Sultani që pas thymër na këshillon me lëshu këto toka. Mbi tokat shqiptare vendosin vetë shqiptarët. Vendimet e Berlinit duhen respektuar. Qëndresa dhe presionet që i bën shqiptarët e trëmbën marshallin turk. Duke ditur fatin e Mehmet Ali Pash Manxharit në Gjakov, ai u troq. Mali i Zi nisi marshimin me 12.000 trupa për të pushtuar plavën e Kucit. Haxhi Zeka, Ali Pash Kucia, Jakub Ferri u vënë në krye të forcave popullore.
Dorëzimi I plavës e bucis e vuri në alt diplomacinë evropiane. Konti Korti propozoi t'i jepen Malit të Zi krainat me popullsi jo muslimane, si Hoti e Gruda. Nga feja, ata janë më afër me malazezët se sa me turqit. Fuqive të mëdha u pëlqeu kjo zgjidhje. Edhe Cetinja ra dakord. Diplomacia evropiane nuk e kuptonte akoma se para së gjithash banorët e këtyre trevave qenë shqiptarë. A do të vinin ata dakord? Dishrojnë me jetu e gëzu lirin për cilë njemi kryelar. Ideja kombëtare në bashkon mbrojtjet atë dheu tonë. Më 5 prill 1880, në Shkodër u krijua lidhja mbrojtëse me komandant Hodo Sokolin. Populli rrëmbeu armët, pas malsorëve të veriut mira vullnetar nga viset e tjera. Ushtria vullnetare zhvilloi një betejë të paharuar te ura e Rxhanicës mbi lumin Cem. Pozicionet e ushtrisë turke I zunë shqiptare. Trupat malazeze u tërhoqën. Me të njëjtin sukses lidhja mbrojti tokat shqiptare në jug, që Kongresi I Berlinit rekomandonte t'i jepeshin Greqisë. Degët e lidhjes në Janin, Prevez dhe qytetet të tjera të Shqipërisë protestonin për këtë padrejtësi pranë fuqive të mëdha. Vendi I Gjirokastrës I 23 korriku të vitit 1880 me përfaqësues nga të gjitha viset shqiptare, miratoi programin e ri të paraqitur nga Abdyl Frashëri. Aty ushtrua kërkesa e formimit të një qeverie shqiptare, dhe shkëputjes faktike të Shqipërisë nga perandoria turke. Programi autonomist I Gjirokastrës shënon etapën e dytë në luftën e lidhjes për autonominë territoriale dhe administrative të Shqipërisë. Qëndresa e shqiptarëve për të ruajtur tërsinë toksore në veri, bëri që fuqitë e mëdha ta lënë me njanë çështjen e kufirit të jugut. Evropa ju sul përsëri me tërbim tokave shqiptare. Pre vendimeve të tyre kriminale u bë ulqimi. Ulqinasit dhe gjithë populli shqiptar kundërshtuan dhe denoncuan këto veprime anti-shqiptare të fuqive të mëdha. Evropa bashkërendonte forcat kundër Shqipërisë. Londra I propozonte Berlinit për dërgimin e flotës. Viena bie dakord. Po kështu edhe Parisi. Edhe Roma lajmëronte për pjesëmarrjen e Italisë në demonstrimin detar. Për I çmostja dorëzonte ulqinin Malit të Zi. Ai caktoi në krye të ushtrisë marshallin Dervish Pasha, dorë forte perandorisë. Me 21 batalione marshoi përmes Ballkanit për në Shqipëri Dervish Pasha. Gërsin turke e mbështetje dhe flota ndërkombëtare.
Pasha hyri në Ulqin dhe ja dorëzoi atë malazezve. Momenti shtronte detyrat të reja para lidhjes. Janar 1881, para Komitetit të Ri Qendror Abdyl Frashëri deklaronte: Porta e lartë nuk do të bëjë asgjë për Shqipërinë. Nën presionin e Europës, ajo do të heqë dorë nga një pjesë e Shqipërisë. Le të mendojmë dhe të punojmë për vete, dhe le të mos ketë ndryshim midis toskëve dhe gekëve. Të jemi të gjithë shqiptar dhe të formojmë një Shqipëri të bashkuar. Ne shpallim guvernën e përdorur. Komiteti I Ri Qendror shpalli vetën qeveri e përkohshme dhe I merr Prizrenin në krye. Komandën ushtarake e mori Sulejman Bokshi. Abdyl Frashëri u ngarkua ministri I jashtëm I lidhjes. Duke u bërë I on këtyre ngjarjeve, ideologu I madh I rilindjes kombëtare Sami Frashëri I shkruante te radhës: Lidhja e Prizrenit e patë nevojshme të bashkojë Shqipërinë ta bëjë me autonomi e mbase me shkëputje fare. Këtu lidhja mori emrin e kuvernës së përdorme dhe përzuri qeveritarët turq nga gjithë vilajeti I Kosovës dhe nga Prizreni, nga Gjakova, nga Tetova, nga Dibra e tjerë. Janar 1881, forcat e lidhjes hyn në Shkup. Në 25 janar shliruan Prishtinën, pastaj Mitrovicën, Vuciternin e qytete të tjera. Për herë të parë në historinë e vendit, pas periudhës së Skënderbeut, lidhja I drejtoi dhe I bashkoi shpërthimet e lëvizjeve shtirimtare në lumin e gjerë të lëvizjes kombëtare. Në këtë kohë zëfill formimi I shtetit autonom shqiptar. Të shtypet lidhja, të shtypet, të shtypet! Dervish Pasha në ushtri të shumta I drejtohet përsëri trevave shqiptare. Betejat e përgjakshme me ordhit otomane në pranverën e vitit 81, në Slivov, Shtimi, Cërnalev, Dule, Suarek, e rritën edhe më shumë lavdin e kombit shqip. Përballë 40 batalioneve otomane, qëndruan 7.000 kryengritës shqiptar, udhëhequr nga trimat e shquar Sulejman Bokshi, Ali Ibra, Mitsokoli, Bajram Rama, Zef Kosharia, Ismail Huseni e shumë të tjerë. Në këtë betejë u vranë nëse 1800 ushtarë otomanë. Ushtritën mëdha osmane e shtypën kryengritjen shqiptare dhe e mbytën e gjakë vendin. Por ata nuk mundën të mposhtin shpirtin kryengritës dhe frymën liridashëse të popullit shqiptar. Shqipëria nuk I lëshoi ardhmë. Me vendosmëri dhe guxim në udhën e saj, ajo shkonte drejt pavarësisë.